Myftinia Shkodër ka organizuar ceremoninë e promovimit të librit Metodat e edukimit në Islam, shembull nga profeti Muhammed, me autor Besim Barbullushi. Myftiu i Shkodrës Imam Muhamet Sytari vlerësoi këtë botim me vlerë për kohën në të cilën jetojmë. Ky hulumtim vlerëson parimet e teoritë moderne të mësimdhënies në kuadër të metodave unike të mësimdhënies së profetit Muhammed alayhis salam. Ky studim synon të tregojë se shumë prej sugjerimeve për përmirësimin e arsimit janë zbatuar shekuj më parë nga profeti Muhammed alayhis salam. Kjo është një thirrje për të rikujtuar rëndësinë e metodave të tij të edukimit, të cilat mbeten relevante edhe në kontekstin e arsimit modern, dhe këtu fjalët mbyllen. Shtimi për herë e më shumë i elementeve provokativ përpara të rinjve sot, shoqëruar me hapjen e pakontrolluar të banalitetit, edhe si pasojë e rrjeteve sociale dhe ngurtësimit të marrëdhënies fëmijë-prind, mësues-nxënës, edukator kërkues i vërtetave, ngre alarme për herë e më të frikshme, para të cilëve të gjithë duhet të jemi më vigjilent e më bashkëpunues në drejtim të përmirësimit. Myftiu Sytari dënoi edhe nivelin e ulët të komunikimit gjatë kësaj fushate elektorale. Teksa e sjell ndërmend lumos këndon dhe jemi në periudhën e fushatave elektorale, mendoj se më së miri shkrimi i tij me titullin Edebiahu i përket më së miri atyre që nga foltorët e qyteteve të ndryshme e bombardojnë masën me lloj-lloj banalitetesh për të cilat ne nuk kemi nevojë të distancohemi prej tyre. Ndërkohë autori i librit foli për punën dhe arsyet e përzgjedhjes së kësaj teme për librin e tij. Ky libër është një përpjekje për të vendosur në dialog traditën profetike me teoritë dhe modelet e arsimit bashkëkohor. Ky libër në fakt është shkruar në një periudhë ku arsimi, edhe pse është në qendër të zhvillimeve teknologjike dhe politike globale, fatkeqësisht shpesh e humb thelbin e vet human dhe moral. Shkollat dhe universitetet tona janë të pasura me informacione, por ndonjëherë të varfra në vlera. Në këtë kontekst kam ndjej si detyrë që të sjell një kontribut që vetëm fton për reflektim, por propozon gjithashtu çësie integruese, që e sheh edukimin si proces të formimit të plotë të individit, domethënë mendërisht, moralisht dhe gjithashtu shpirtërisht. Rëndësia e arsimit dhe rëndësia e edukimit fetar nuk është vetëm një mjet për të përvetësuar informacionin. Ceremonia e promovimit të librit Metodat e edukimit në Islam, shembull nga profeti Muhammed, u zhvillua në ambientet e jashtme të xhamisë Fushël, ku morën pjesë besimtarë dhe personalitete të shumtë. Allah ju shpërbleft.